Policia e Shtetit. Drejtoria e Standardeve Profesionale e Policinë e Shtetit ka marrë masa disiplinore ndaj ish-drejtuesve të Policisë së Lezhës dhe bëhet fjalë për ish-zëvendësdrejtorin përendin Policinë e Lezhës Taulant Gjokën dhe ish-shefin e komisariatit Oltion Gjini, po ashtu dhe për ish-drejtorin e Policisë Oltion Gjoni, ndjes, edhe për ish-drejtorin e Policisë së Lezhës Altin Mena është vendosur ulje në gradë për 5 vite. Tani, këto masa kanë ardhur sepse është gjetur një shtëpi bari, një kazino aty ishte lejuar në qendër të Lezhës. Tani çfarë po ndodh në Policinë e Shtetit? Shemsi Prençi, është një organizat apo një strukturë që ju her pas here shprehni që i keni dhënë shumë nga jeta juaj. Ç'kupton me këto lëvizje? Për të korrigjuar diçka, antarët e organizatës policisë unë i kam dhënë rinin, sepse e kam patur profesion që në moshën 18 vjeç dhe kam punuar për rreth 28 vite në Policisë Shtetit. Problemi qëndron që në ato organizatë kanë dhënë jetën mbi 250 punonjës policie. Në periudhën e tranzicionit po flas, sepse është kjo që përdorur nga politika. Unë jam i vetmi drejtor policie që kam dhënë ish drejtor policie që kam dhënë dorëheqjen, pasi kam denoncuar korrupsionin qeveritar. E jam larguar. Sepse e shisha veten më trim duke vesh gjaketën civile se sa në uniformën e policisë, pasi atje e prorët servil të politikës mundohen të shfrytëzojnë duke të keq përdorur. Unë nuk kam pranuar të çojnë në rrugë të gabuar Prençi si drejtor policie? Të çojnë. Nëse ti nuk je trim dhe i fortë për ta përballuar, nëse ti nuk ke autoritetin dhe integritetin tënd dhe moralin, dhe dorëzohesh. Po sot ndodh kjo me të tjerë drejtues? Sot janë shumicat marrën peng. Ne kemi prodhuar, ne kemi drejtorin e Policisë Shtetit që ka ardhur duke ndryshuar ligjin, duke orientuar ligjin. Shiko, në Shqipëri prodhohen ligje. Prodha ndryshoi ligjin? Ç'lidhje ka prodha ndryshoi ligjin? Prodhohen ligje për t'i dhënë pasuritë kombëtare kompanive dhe bizneseve private, prodhohen ligje për të quar një person që i shërben botës krimit për ta quar drejtor përgjithshëm policie. Dhe ndaj është e pamundur, si ka mundësi, çfarë nuk ndodh në Tiranë, çfarë nuk ndodh në Durrës. Se kemi parë ne Ilir Prodën që të shkarkoi, të penalizoi drejtorin e policisë Durrësit, apo të Vlorës, apo të Firit, apo të Elbasanit, në mënyrë kategorike. Ku shkon Proda? Shkon ke shefi i komisariatit policisë Dibrës, shkon ke shefi i komisariatit dhe zëvendës drejtori Perendin. Shiko, zëvendës drejtori i policisë Perendin, Lezhë Taulant Gjoka, është një ndër oficerat me integritet më të lartë. Unë e njoh personalisht Taulantin, sikur ka qenë nga koha që ka pasur, domethënë, ka qenë shefi i trafikut në Tiranë. Është i përgjegjshëm si djalë. Unë garantoj vetëm një gjë. Nëse e ka pas nga paaftësia, le të jepshin masa tjera disiplinore. Për sa i përket implikimit në veprimtari kriminale, për të favorizuar grupe kriminale, Taulant Gjoka nuk e ban. Kur nuk e ban. Atje ju nuk e përmendet është dhe ish zëvendës drejtori Perendin për luftën kundër krimit. Unë 3 përmenda se 3 kisha këtu. Është dhe ai i dënuar i ndëshkuar zëvendës drejtori Kujtim Gjoka. Kujtim Gjoka, po ndjes zëvendës drejtori për krimet, ndjes. Kam harruar unë ta lexoj. Kam në tekst, po. Është vendosur shtyrje afatit të gradimit. Po. Ndërkohë që ky person është personi përgjegjës për çështjen e kazinove në mes qytetit, se kazinot në qytet nuk i kishin qytetarët. Kush i kishin? Se ka thënë Policia e Shtetit kush i kishte kazinot. Kush i kishte lojrat e fatit. Se ka thënë kush e kishte 1100 rënjë të drogës. E kupton çfarë policie kemi ne? Në qendër policia përgatit komunikatën, njollos oficerët e policisë dhe nuk tregon kush grup kriminal kishte. Shpinë e barit dhe lojrat e fatit. Ore, kush janë emrat? Ti mendon që në Tiranë lojrat e fatit mund t'i majë Andi Bora? Po, jo nuk e maj doma. Jo janë burrat tjerë ata. Po, ata burrat e tjerë pra. Po për Policia e Shtetit pse si përmend emrat e atyre? Pra Policia e Shtetit, Drejtori i Përgjithshëm i Policisë nëpërmjet komunikatës ose Drejtorisë Marrëdhënies me publikun, dele thot emrat e oficerëve për t'i denigruar, pse janë të gjithë nga Veriu, pa përjashtim të gjithë nga Veriu. Dhe nuk thot se i njëjti fenomen qëndron dhe në Vlorë, dhe në Durrës, dhe në Elbasan, dhe në Fier, dhe në Berat, po desheti, edhe në Gjirokastër, edhe në Korçë. Pra nuk e thot këtë drejtori i përgjithshëm i policisë. Por drejtori i përgjithshëm i policisë nëpërmjet drejtorisë marrëdhënie me publikun
nuk thot edhe kush i kishte lojrat e fatit dhe kazinot. Pse nuk e thot për shembull, nëse ju bëni këtë argument, pse nuk e thot? Sepse, shiko, drejtori i përgjithshëm i policisë e ka përdorur këtë për t'u hakmarrur ndaj drejtorit policisë të Lezhës, sepse drejtori i policisë Lezhës ka bërë një gabim. I ka bërë një mesazh kryeministrit të Shqipërisë, ku ankohet për drejtorin e përgjithshëm që nuk i mbështet në raport me luftën kundër krimit. Ku e dim ne se ku i paguajnë parat grupet kriminale që mbajnë kazino dhe lojra fatin Lezhë, në Shkodër, në Elbasan e tjerë. Ndoshta paguajnë drejtorit përgjithshme. Dhe mundet që një ditë të bukur ti për të justifikuar këto shkarkime dhe largime të oficerave, e ke bërë për të justifikuar që ja kush na i bën këto punë. Prem që kam një tjetër pyetje. Ti mendon që lojra fati dhe kazinot paligjshme ka më shumë Lezhë apo ka në Tiranë? Si e mendon ti? Po me shumë e thjeshtë. Atëherë, të lutem shumë. Ka më shumë Lezhë apo ka më shumë Durrës? Nuk ka lagjet Durrësit që s'ka kazino. Janë qytete të mëdha, kështu që. Atëherë, nëse drejtori i përgjithshëm i policisë nuk është i marrur peng nga grupet kriminale, le të filloj t'i godasë në Tiranë, t'i godasi në Durrës dhe pastaj çojnë Lezhë. Le ta shkarkoj nga detyra ta fuzë dhe në burg Altin Menën. Po je ta bëj shembull Altin Menën për grupet kriminale të cilët e din shumë mirë Ilir Proda, që i ka favorizuar ish ministri i drejtësisë Ulçimania si drejtuesi politik i qarkut Lezhës. Dhe ju ka kriju këtë hapësirë. Për të ngritur kazino, për të ngritur lojra fati, me qëllim që ti shpërblenin për t'u dhënë vota. Okej, këto janë pretendimet që ju keni. Jo, si kam unë. Mirë, dakord. Si kam unë, i ka organizata policisë. Okej, në rregull. Shiko, unë ta thash, ca që mbajnë uniformën, po, janë të trembur kur rrinë në uniformë. Unë kam zgjedhur rrugën e trimërisë me xhaketën time. Po të kisha mbaja uniformën, edhe unë do isha më frikacak, se do bësha servil për t'i shërbyer reprorit. Por jo, se kam pranuar këtë. Integriteti dhe personaliteti im është që unë t'jem qytetar i lirë dhe ta them gjën ashtu siç është. Dhe mua më kanë thënë oficerat, kjo është bërë hakmarrje. Dhe ti merre Altin Mena. Ta ulan Gjoka. Ortion Gjoni. Tjetri, ai shefi komisariatit të Dibrës, po janë dëshkuar disa dhe pikëri, po pse nami u bë nga Dibra dhe në Lezhë? Unë jam dakord që Lezhë ka probleme me kriminalitetin, me përplasjen e grupeve kriminale. Po këtë detyrë ka zëvendës drejtori për hetimin e krimit. Po atës çaj kanë bërë, kanë lënë aty. Po prem qikur, policia e Lezhës, me qenë se ju përmendni vrasje dhe ju keni thënë që janë, më thënë, mbi 17 viktima për një periudhë shumë të shkurtër, disa vjeçare. Tani, jo, për 3 vjet kam thënë, vetëm nga një përplasje e 2 grupeve janë mbi 17 viktima. Dhe kjo është ngjarje reale. Vetëm për një 5.000 lekë, 7.000 lekë në karburant, midis 2 fisëve kanë ngjarjet ngelin pas bardhur. Kur policia haset me problematika të tilla, që lejohet kazinoja, po themi, lejohet shtëpia e kultivimit të kanabisit, tani a mundet ne të presim të ngrejmë pyetjen që policia pse nuk i zbardh vrasjet? Më thënë, duket sikur na bie edhe si pyetje kjo. Si e gjykon? Andi, se po më thoshe që për shkak të urdhrave të shefit, një drejtor policie, një drejtor qarku keq orientohet, keq menaxhohet. I bie që gjithë struktura e policisë keq menaxhohet pastaj aty? Andi, është bërë një segment rrugor nga Shëngjini deri në Baksriol të Velipojës, që nuk i kalon më shumë se 12 kilometra. Për hatër tënd. Ja po e bëjmë 15, do ndi ta bëjmë 20. Kosta e ndërtimit asaj rruge i ka kaluar mbi 70 milion euro. I është bërë jehoën rrugë panoramike e bukur nga kryeministri, nga gjithë këto gazetarët që marrin malet për bë një foto dhe një selfie. Dhe çuditërisht kjo rrugë ra, tani ka ra një segment. E ka bërë kompania që ka bërë Thuman Kasharen. Dhe po kjo kompani sot ka tërhequr rreth vetes 300 punojës policie ditë për ditë, sepse do të bëjë një fshat turistik në Baksriol. Policia e shtetit nuk merret me luftën kundër kriminalitetit, por merret për sigurimin e punimeve të një kompanie, për ndërtimin e një kompleksi turistik në Baksriol. Ndërkohë që
3 nga familjet e Baksriollit me vendim gjykatat të apelit, formës prerë, janë shprovuar që janë pronar toke në vendin ku po ndërtohet kompleksi turistik. Çka do të thotë që policia të paktën nga momenti i daljes së vendimit të gjykatës duhet të ndërpresë çdo mbështetje me punonjës policie. Njerëz që s'e ka për detyrë ta mbështesë, fare kompaninë private, se duhet marrë polici private etj dhe duhet t'ia garantoj policia bashkiake, sepse policia bashkiake ndjek zbatimin e projekteve dhe të vendimeve të miratuar nga qeveria ose nga bashkia në territor të bashkisë. Policia e shtetit është vetëm për të shmangur konfrontimet dhe për të parandaluar ngjarjet kriminale. Por që të shkoj policia e shtetit për të mbrojtur makinat e një privati, kjo s'do të ndodhë. Ne kemi tash 2 muaj. Kush e pleja? Ne kemi 2 muaj që forcat e ndërhyrjes shpejt. Policia e Shkodrës janë komplet në Baksriol. Pra, policia e shtetit angazhohet në mbrojtje të interesave të një oligarku ose të një biznesmeni dhe ndërkohë, në mënyrë kategorike nuk merret me detyrën dhe misionin që ka. Normalisht, që në territor Shkodrës ka me shumicë shtëpia bari, ka kultivimi e bime narkotike dhe në natyrë me shumicë, nga Vermoshi e deri në Velipoj. Atëherë, policia e shtetit a duhet merret me këtë problem apo të angazhojë forcat e policisë? Policia e Lezhës a duhet merret me këtë problem apo me problemin tjetër? E dini ju që janë dëmtuar 4 ura në Lumin Mat, vetëm si rrjedhoi i shfrytëzimit barbar të shtratit të Lumit nga ato inertët që diskutuam ne? Që marrin zhavor. Pa leje mjedisore. Edhe shumica e kompanive janë kompani strategjike që punojnë me fondet publike. Po më thuaj që policia si ndalon? Absolutisht në mënyrë kategorike bile shkoni i ndaron të gjithë ata që kanë lidhje me qeverinë. Duke filluar që nga linja e inerteve të Salillarit në zonën e Rubikut e deri te kompanitë tjera që i kanë deri në delta në Adriatik. Pra, atëherë, si mundet që ne të pretendojmë për kontrollin e territorit kur policia e shtetit nderon çdo ditë kompanitë private që bëjnë punë publike me qeverinë shqiptare dhe kanë linja inertësh. Kanë lavozhiere në shtratin e Lumit Mat dhe e përdorin non-stop 12 muaj në kundërshtim me ligjin dhe nuk merret në përgjegjësi penale për krime mjedisore asnjë nga kompanitë e inertëve. Si është e mundur? Në një kohë kur shteti, pra ka një drejtori në drejtorinë e përgjithshme të policisë që quhet Drejtoria e Krimit Ekonomiko-Financiar kundër korrupsionit e pasimeve para të tjerë. E qartë. Kjo akmarrje që ju thoni ka nisur brenda policisë së shtetit, do ta dëmtoj rënd të strukturë këtë organizatë? Shiko, para ca ditësh është përfolur dhe për një përplasje aty në Kupol, jo? Ka përplasje plot. Jo më larg se para 5 ditësh ka dalë një vendim i gjykatës apelit ku një nga ish shefat e komisariatit që i pezulluar i denigruar nga drejtoria e përgjithshme nëpërmjet drejtorisë së standardeve, fitoi gjyqin dhe doli i pafajshëm. Ndërkohë që ai ka dhënë dorëheqje dhe është larguar nga policia e shtetit dhe ka deklaruar që unë nuk punoj më gjallë në policinë e shtetit. Shikoj, nuk është luks të përjashtosh e të largosh ca njerëz me integritet që kanë ngelur policinë e shtetit. Shikoj, policia e shtetit rreth 90% i ka punonjës të rolit bazë, të cilët janë punonjës policie. Ata nuk kanë mundësi të korruptohen. Korrupsioni më i madh i tyre është 2000 lekë për të parkuar një makinë. Nuk i vjen e keqja Shqipërisë. Unë jam kundër edhe asaj. E qartë, patjetër. Kundër korrupsionit. Sepse imazhi i policisë së shtetit prishet edhe me 2000 lekë. Imazhi, në pikpamje të imazhit. Por këtu nuk e kemi luksin që të mendojmë për imazhin që të prish punëtori i policisë, kur drejtori i përgjithshëm i policisë, ish drejtori të shkon të merren makinë një nga trafikantët e drogës, ky tjetri shkon të vihet në dispozicion të grupeve kriminale për t'u marrë leje ndërtimi, për t'u siguruar policinë, për t'u mbrojtur investimet strategjike si investitor strategjik në komplekse turistike në Bregdet. Pra nuk është ky misioni i policisë shtetit. E nëse drejtori i përgjithshëm i policisë shtetit dhe drejtorët e policisë qarqeve merren peng nga politika dhe grupet kriminale, qofshin këta edhe kompani ndërtimi, po që janë të miksuar me grupe kriminale, se janë bërë bashkë tani, edhe s'merret vesh kush është i pastër, kush i papastër, atëherë ti s'ke më drejtor policie.
ti ke koordinator të botës së krimit për mbarvajtjen e investimeve në infrastrukturë.